unë kam qenë studenti më i vjetër në moshë që u regjistru besoj në fakultet artëve jam i bindur. Unë si fëmijë jam rrit në atë lagjën ka qenë rruga e Goleshit, tash është rruga Regjepluci ku ka qenë kinemaja Vllaznimin atë kohë, tash është ABC-a. Edhe jo larg ka qenë edhe kinemaja, këto kinemat Rinia edhe kinemaja Armata, pra unë disi kam shku shumë, mos thom çdo ditë, po brenda javës ka 2-3 herë në kinema. Pra, si fëmijë, pra, domethënë ma kanë mundësu edhe prindërit edhe ka qenë afër shumë. Kështu që jam dashuru në filmin si medium, po edhe këtë atë atmosferë që përcjell kinemaja. Jam rrit me ata. Edhe e kam pas ndoshta si ëndër, edhe të fshirë, po ma vonë edhe të hapur, që t'jem ndoshta diçka në atë botë me filmin, po që nuk mu realizu, pra, kur është dashtë, me kohë atëherë, që do t'ishte normali pas shkollës mesme, për shumë arsye, ëndra ime që të shkoj, sepse i përcjellsha këtë botën e filmit edhe e dija edhe për shkollën e Pragës, që është shumë famous si këta regjisorët e njohur të asaj ishi Savis, kanë qenë, se me thonë, student asaj shkollë, edhe ëndra ime ishte ndoshta që t'jem atje, kështu. Kemi pas edhe shoqënia e shkollës mesme ka qenë që shifnin filma edhe filozofonin për ta, falshim, debatonim, kështu, na merr kemenja që dim diçka. Të folam natë. Po, diku gjenim diçka, revista, ndoj libër, kush e gjente, diçka, pastaj e shkëmbenim e kështu. Bile, për shkak se baba im udhëtonte, ka pas mundësi shumë, si ishte arbitër futbolli ndërkombëtar, edhe shpesh ka udhëtu jashtë me futbollin, edhe e pat mundësinë ai me ble edhe një video rekorder qysh shumë herë, për flas për vitet 80 apo të hershme. Unë ndoshta në 1980 mund t'jetë, por aq herët. Edhe ka qenë video shumë me 2 pjesë i madh i rëndë edhe kamera VHS, po, e cila e mbaj mend ngjitej me kabël me atë pjesën e përme të video rekorderit. Edhe rekordonte direkt. Edhe rekordonte direkt në kasetë. Edhe unë me shokët e mi, shehur azi, tinza që thejmë ne, e pa ta gjiru një film, ne vetë lunim, vetë gjironim, vetë kështu, me katë që nuk më ka humbaj, sepse disi më fshijas baba im, edhe pse ka qenë shumë liberal, po më duket nuk na lente me këtë kamerën e kishte paksi, kishte kujdes ndaj saj, edhe ishte shtrajt me siguri, edhe e kam fsheh edhe nga ai që e kam xhiru, po ato kanë qenë edhe paksi të parat momente kur unë jam marrë edhe konkretisht me atë punë, normal, mënyra amatorike. Mira se ma shkurt se e zgjata, pastaj ndodhi që ndodhi, normal nuk shkova as në Prag, por shumë vonë fillova më marrë me këtë punë. Pra unë kam qenë studenti më i vjetër në moshë, që u regjistru besoj në fakultet artëve jam i bindur, për universitet nuk e di. Pra unë kur i kam pas 27 vjet, jam regjistru në vitin e parë. Atëherë s'ka pasë në Prishtinë dega regjisë, u hap atëherë. Edhe unë, edhe vinte pak turp, me thonë drejtët, më regjistru se isha në moshë, edhe thash të provoj, thash nëse më pranojnë, që e besoj që nuk më pranojnë, isha i bindur, se isha edhe masej e pata ndërmend me shku në Angli me MA Group. Po thash hajt ta provoj, edhe unë ngulla më pranojnë.